Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin tonë për përditshëm komenti i shkrimit shenjtë. Jemi në datën 3 korik dhe Kishën Ortodokse në këtë datë në kalendarin e saj liturgjik na nxit të lexojmë nga Ungjilli sipas Mateu kapitulli 13, vargu 3 dhe vargu 9. Le ta lexojmë këtë pjesë dhe ta komentojmë sipas ëtërve. Dhe ai u paraqiti shumë gjëra në shëmbulltyr duke thënë: "Ja një mbjellës doli për të mbjellë." Ndërsa po mbjellte, një pjesë e farës ra përgjatë rrugës dhe zojt erdhën dhe e hangën. Një pjesë tjetër ra në gurishte ku nuk ishte shumë tokë dhe mbiu shpejt sepse terreni nuk ishte i thellë. Por kur doli dielli u fishk dhe u tha sepse s'kishte rrënjë. Një pjesë tjetër ra midis ferrave dhe ferrat u rritën dhe azun frymën. Një tjetër ra në tokë të mirë dhe dha frut duke dhënë njëra 100 fish, tjetra 60 fish dhe tjetra 30 fish. Kush ka vesh për dëgjuar le dëgjojë. Pra, ky është një fragment nga Ungjilli sipas Mateut, i njohur si shëmbulltyra e mbjellësit. Etrit e kia shohin në këtë shëmbulltyr si një lloj përshkrimi të mënyrës se si njeriu e pranon ose e refuzon fjalën e Perëndis që simbolizohet me farën. Por le ta lexojmë konkretisht dhe ta interpretojmë varg për varg. Dhe ai u paraqiti shumë gjëra në shëmbulltyr duke thënë: "Ja një mbjellës doli për të mbjellë." E para, Krishti fliste me shëmbulltyra, një formë e komunikimit në atë kohë. Është një formë e lartë komunikuese, një formë filozofike, ku dëgjuesi duhet të jetë i vëmendshëm dhe nuk duhet të marrë fjalët si dhe motamo, por duhet të shikojë interpretimin e atyre. Pra, duhet të punojë në mendjen e tij ajo çfarë dëgjohet dhe të marrë kuptimin. Dhe këtë Krishti e bënte për dy arsye. E para që për ata që ishin të vëmendshëm, kjo fjalë të ishte produktive, dhe për tjera që nuk ishte vëmendshëm, kjo fjalë nuk ishte kuptim. Por le të flasim për vargun: "Ja mbjellësi doli për të mbjellë." Shon Joan Gojarti thotë se mbjellësi është vetë Krishti, por jo vetëm ai, por dhe çdo predikues i Ungjillit, prandaj edhe Krishti nuk përcakton një emër, nuk thotë unë dola për të mbjellë, por mbjellësi doli për të mbjellë. Shënqëria Aleksandri thekson se fara është fjala e Perëndis, e cila ju jepet të gjithëve pa dallim. Pra, edhe sot Perëndia vazhdon të mbjellë fjalën e tij nëpërmjet shkrimit, nëpërmjet kishës, nëpërmjet predikimeve, predikuesve, katekizëve, ose një bisedë shoqërore midis dy besimtarëve, ose një fenomeneve natyrore, gjithçka përdor Zoti për të komunikuar fjalën e tij. Pyetja nuk është nëse ai po mbjell, por nëse ne e presim këtë farë të mbinë në zemrën tonë. Le të flasim dhe për vargun 4, ndërsa po mbjellte, një pjesë e farës ra përgjatë rrugës dhe zojt erdhën dhe e hangën. Shën Agustini thotë se rruga simbolizon zemrën e ngurtësuar nga mëkati dhe zakonet e këqija. Shën Joan Gojari shpjegon se zojt përfaqësojnë demonët, të cilët e rrëmbejnë fjalën para se ajo të zërë rrënjë. Kur dëgjojmë fjalën, por menjëherë shpërqendrohemi nga rrjetet sociale, për shembull sot, shqetësimet ose indiferenca, ose kënaqësitë dhe lakmit, fara e humbet atë fuqinë e vet dhe nuk jep fryt. Pra, i ngjan asaj rruge që është e fortë dhe nuk mund të mbi, madje vijnë dhe zoj që, siç thash, dhe interpretojnë etrit, por e ka thënë dhe vet Krishti, janë demonët, të cilët shfrytëzojnë indiferencën tonë dhe e heqin atë çfarë ne dëgjuam me veshët tanë, që ajo mos të mbi në zemrën tonë. Le të flasim edhe për vargjet më poshtë, 5 dhe 6. Një pjesë tjetër ra në gurishte ku nuk ishte shumë tokë dhe mbiu shpejt sepse terreni nuk ishte i thellë. Por kur doli dielli u fishk dhe u tha sepse s'kishte rrënjë. Pra, në këto dy vargje na tregohet për një tjetër realitet. Pra, kur kokra e gurit, pra që simbolizon edhe fjalën e Zotit, bie në zemrat të cilat e pranojnë atë me një lloj entuziazmi, por është një entuziazëm që shpejt largohet, sepse menjëherë vijnë sprovat dhe atëre nuk i rezistojmë më asaj çfarë dëgjuam, por bëjmë atë çfarë na pëlqen ose na lehtëson në rrethana të ndryshme. Shën Joan Gojarti shton se rrënjët janë besimi i thellë dhe këmbgulja. Pra, kur fjala bie në zallishte, pra në njëri i cili është entuziast emocional, por nuk është këmbgulës, pra nuk ka një besim të thellë, patjetër
që ajo fjalë që dëgjoj nuk do japi fryte. Ndaj ne dim dhe shikojmë që ka njerëz të cilët fillojnë me një zell shpirtëror, jetën shpirtërore, pra e dëgjojnë një predikim, entuziazmohen, fillojnë vinë në kishë, madje marrin edhe misteret e kishës, si misteri pagëzimit, misteri mirosës, edhe misteri në kungimit, por kur vinë vështirësi ose stigmatizim, tallje për hir të besimit, ata largohen nga besimi dhe fjala nuk i jep fryt. Pra ajo thahet, do të thotë jo se fjala nuk ka fuqi, por zemra jon është një vend i papërshtatshëm që fjala e Zotit të mbi e të jap fryte. Le të flasim dhe për vargun e 7. Një pjesë tjetër e midisferave dhe ferat u rritën dhe ja zun frymën. Pra, Shën Grigori i Madh thotë se ferat janë pasuritë, shqetësimet dhe kënaqësitë e kësaj bote. Dhe Shën Vasili i Madh shpjegon se zemra nuk mund t'i shërbejë njëkohësisht Perëndisë dhe lakmisë. Ne duhet i ndajmë gjërat, vetë Zoti Krisht nuk mund të jeni shërbëtor të dy zotrive dhe të Perëndisë dhe të Mamonait ose paras, njëri do duash ti do jesh hipokrit. Pra, nuk jemi të dyzuar. Nëse neve vendosim të dëgjojmë dhe ta besojmë fjalën e Perëndisë, duhet të përkushtohemi në atë çfarë dëgjojmë, që ta bëjmë atë. Jo thjesht vetëm të gudulisim veshët ose të thjesht mësojmë një informacion, disa fjalë përmendsh dhe t'i themi për të mburur. Ato duhet bën pjesë e jetës sonë. Për shembull, puna, karriera, parat, dëshira për sukses nuk janë të këqija në vetvete, por ne shikojmë që kur ato bëjnë qendra e jetës dhe harxojnë kohën me Perëndin, studimin e fjalës Perëndisë dhe na pengojnë për ta zbatuar fjalën e Perëndisë në jetën tonë, ato e mbysin jetën shpirtërore, ashtu si ato ferrat e mbysin atë bimën dhe nuk e lejojnë që ajo të jap frytin dhe të piqet fruti i saj. Dhe vim edhe te vargu i 8, një tjetër anë në tokë të mirë dhe dha fryt duke dhënë njëra 1 fish, tjetra 60 fish dhe tjetra 30 fish. Pra, këtu është kategoria e njerëzve të cilët e dëgjojnë fjalën dhe ajo jep fryt me durim, jo për njerëz, sepse është një proces që mbin fjala, pra me anë të një dëgjimi, pastaj ajo pranohet dhe pastaj zhvillohet me anë të katekizmit që bën kisha, me misteret e kishës dhe jep frut, pra nuk e jep frutin për njerë. Shën Jaguar i thotë se toka mirë është zemra që dëgjon, beson dhe jeton fjalën. Shën Agustini shpjegon se fryti ndryshon 30, 60, 100, sepse Perëndia jep njerëzve vullneti dhe thirrje të ndryshme. Disa hetra e lidhin 30 fish me jetën e drejtë të një besimtari. 60 fish me përparimin në virtyt, pra jo vetëm të jesh i drejtë, po të jesh dhe njeri i përsosur, pra të jesh i virtuçëm, të kesh frytet e shpirtit të shenjtë, dhe 100 fish është me shenjtërinë dhe përkushtimin e plot ndaj Perëndisë. Shën Kozmai i Etolis e interpreton dhe këtë. 100 fish, ai thoshte, janë murgjit. Për shembull, jepte figurën e zonjës Shën e Premte, që ajo ju përkushtua Zotit si një jetë oshënare dhe apostollimi. Dhe ajo vërtet ishte një tokë që dha 100 fish frytin. 60 fish janë ata të cilët të martuar, por në një moment caktuar shkëputen nga jeta martësore dhe i përkushtojnë Zotit. Kemi shumë çifte shenjtorësh të tillë, për shembull kemi Shën Xenofonin me gruan e tij Shën Maria, e cila u ndan nga njëri tjetri dhe bën një jetë oshënare, po ashtu edhe fëmijët e tyre. Këta janë 60 fish. 30 fish janë njerëzit e përkushtuar dhe Shën Kozmai flet për një prift i cili kishte jetuar 20 vjet me gruan e tij dhe kishte 19 fëmijë. Peshkopi kur e dëgjoi këtë rast mendoi se kemi të bëjmë një prift pasionant i cili ri gjithmonë tek gruaja e tij në bashkim trupor me gruan e tij. Dhe e mori dhe e pyeti këtë priftin dhe i tha që vërtet un kam kaq fëmijë, por me gruan time jam bashkuar vetëm 19 herë, do të thënë vetëm për bërjen e fëmijëve dhe kam qëndruar i tërhequr. Kjo tregon se ai nuk ishte një njeri pasionant, e pshor, por ishte një njeri me vetëpërmbajtje dhe e shikonte bashkimin me gruan si një dhuratë nga Perëndia për të sjellë krijesa të reja, pra fëmijë. Dhe ky ishte i bekuar dhe Shën Kozmai thotë ky është 30%. Prandaj, le ta shikojmë këtë mundësi që na jep Zoti secilit për nesh sipas dontisë dhe dhuratës që i ka dhënë. Por prap ne duhet t'i japim fruta.
Perëndia nuk kërkon që të gjithë të japin një fryt ose një frut shpirtëror, flasim, ai kërkon besnikëri sipas vullnetive dhe thirrjes së gjithë secilit. Atij që dha shumë do të i kërkohet. Por le të flasim edhe për vargun 9, kush ka vesh për dëgjuar, le të dëgjoj. Shpeshherë Krishti i mbyllte fjalën e tij, kush ka vesh për dëgjuar. Shën Qirili i Aleksandris thotë se dëgjimi vërtet nuk është vetëm me veshët, por me zemrën, sepse thjesht veshët janë një mjet, por që e çojnë fjalën, e çojnë brenda në botën tonë shpirtërore, në mendjen tonë dhe në shpirtin tonë. Dhe aty ajo, si them, qëndron dhe ne reagojmë. Shën Joan Gojarti thekson se Krishti na fton të reflektojmë dhe veprojmë, jo vetëm të dëgjojmë. Sepse nuk do të jemi vetëm dëgjues të fjalës, por dhe bërës, thot apostulli Jakovi. Dhe Ungjilli nuk është vetëm për të lecuar, si një libër historik, filozofik, moralist, por ai duhet jetuar, është një manual jete, për na treguar neve mënyrën se si duhet të udhtojmë drejt Zotit. Çdo që dëgjojmë fjalën e Perëndis, jemi të thirrur ta zbatojmë atë. Si tha Krishti, ai që dëgjon fjalën time dhe bën, ai tregon se më do. Pra, kjo është dashuria e vërtet ndaj Perëndis dhe besimi i vërtet, zbatimi i fjalës së Perëndis. Etrit të gjithë bien dakord duke interpretuar këtë pjesë të shëmbulltyrës së Faresit, që edhe e interpretoi edhe vetë Krishti, se mbjellësi gjithmonë është bujar dhe nuk e kursen faren fjalën, siç është Krishti dhe çdo predikues i dërguar nga Krishti në emër të Krishtit. Këtë bën dhe Kisha, përsëri predikon fjalën e Perëndis, nga anfoni, po dhe në çdo mënyrë katekizuese. Fara është gjithmonë e mirë, dhe këtu e kemi fjalën për fjalën e Perëndis, nuk është fjala e Perëndis problemi, por gjendja e zemrës së njeriu, që ka ato stade të ndryshme. Çdo njeri mund të ndryshojë, zemra me ferra ose me gur mund të bëhet tokë e mirë, pra nëpërmjet pendimit, përkushtimit, asketizimit, kemi një ndryshim të gjendjes sonë shpirtërore. Pra nuk mund të themi që unë linda i tillë dhe nuk ndryshoj. Jo, Zoti e dha këtë shëmbulltyrë që ne të konstatojmë gjendjen tonë shpirtërore, pozicionimin tonë ndaj fjalës Perëndis, por dhe të punojmë për ta ndryshuar arën e shpirtit tonë. Ashtu siç punojmë edhe për ndryshuar arën fizike, pra për ndryshuar një tokë e cila nuk është produktive, ne e bëjmë produktive me përkushtim, kështu do të bëjmë edhe me zemrën tonë. Fryti i vërtet është një jetë e shëndëruar, e dukshme në dashuri, bindje ndaj Perëndis dhe në vepra të mira. Në traditën patristike, kjo shëmbulltyrë nuk është vetëm një klasifikim i 4 llojeve të njerëzve, pra ata që ngjajnë rrugës, zallit, ferrave dhe tokës së mirë, por është një ftesë që secili të shqyrtojë zemrën e vet. Çfarë lloj toke është zemra e tij, sot që ajo të mund të ndryshojë dhe të pastrohet dhe ta pranojë fjalën e Perëndis dhe të jap frut. Të dashur të krishterë, koha është një dhuratë e madhe nga Perëndia që na ka dhënë për kultivimin e zemrës sonë dhe për të mbjellë me faren e Perëndis dhe të japim frut. Në qoftë se ne nuk do ta shfrytëzojmë kohën dhe nuk do përkushtohemi në përgatitjen e zemrës sonë dhe të japim frut të fjalës ose të farës së Perëndis, patjetër që koha do na shkojë kot dhe ne do mbetemi në atë gjendje, madje do jemi si ajo toka e mallkuar që nuk jep fryt. Siç thuhet, një tokë që jep vetëm ferra e driza është në prag të mallkimit. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot, por takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.